fërrizot krejt puka e fusharësit gjithë muj, edhe s'kena uj nëse përdojmë uj. Ujt për i këto vjen. Pra ju keni uj për të tjerët, për vete s'keni? Jo, s'ka uj për ne. Nëse së muresh këtu? Nëse s'moresh. O, zot sa më thamë, ju lutë zotit, dirë dalim pu. Shqipëri moj të kam sjellë, së kuptova asnjëherë. Para se të largohem nga fshati Kabash, nuk mund të rria pa qëndruar edhe te kisha e Shpalit. Atëherë ndalesa e parë ka qenë në fshatin Kabash, pra të zonës së Pukës. Shumë e lumtur për natyrën që kam gjetur këtu, edhe për njerëzit që janë shumë të mirë dhe të folur dhe të qeshur. Tani, për të ardhur në Kabash, me të drejtën kam bërë një rrugë të gjatë, jo të mirë me makinë, se nuk kam duaj orë që të arrija këtu. Dhe kam pyet një zotëri atje kur e gjeta në rrugë dhe i thash Kabash, më bëri përshtypje edhe për historinë që kam dëgjuar. Dhe thash që po, është rruga e keqe, pa aty kanë vetëm 3 familja. Tani Alda është personi parë, me të drejtën i shkova në shtëpi, se s'kisha ku gjeja njerëz, dhe tha po të shoqëroj. Problemi kryesor këtu është, e para që këtu s'ka val. Jo, s'ka fare val. Këtu njerëzit për informime, për tu lidh me njerëzit që kanë jashtë, nuk e di se si ja bëni, por të pyes, dhe problemi kryesor dhe jetika është mungesa ujit të pishëm, dhe ne kemi bërë nga shtëpia, kemi ardhur tu gati 20 minuta për të mbritur tek roji, ku mbushet ujë. Ne bëjmë gjithësor marë pretje si për të shtëpia jeme për me mushu i këto. Këto fërrizot krejt puka e fusharësit gjithë muj, edhe s'kena uj nëse përdojmë uj. Ujt për i këto vjen. Pra ju keni uj për të tjerët, për vete s'keni? Jo, s'ka uj për ne. Ne këto mushim krejt Kabashit, bëj një gjithësor për i shtëpijet marë me mushu i këto. Sa kanë betur këtu familja? S'janë shumë, a janë 7 familje, edhe atë drejt ikjes të tonë. Përsa, këtu është shumë ven i mirë, shumë ven prodhus, shumë ven i bukur, po s'ka kushte. Asnjë investim nuk. S'kena uj, mos morë diçka, s'ke ku shkën, bash një gjithësore me dalë në pukë. Pra ti vjen gjithësmore që mbush ujin këtu, po kur si ja bën mami që është në një moshë më të madhe? Mami ose rrin pa ujë krejt, ose duhet marrë 60 vjeçë me karrocë me mush ujë. Siç e bëjnë dhe të tjerët. Po, siç e bëjnë krejt tjerët, krejt familje tjera se janë këto. Po më fal, a vjen dikush këtu dhe ta shoh këtë situatë? Po vini, janë kanë, ato thojnë ndryshime, shumë sa ndryshime. Se gjithmonë, një në 4 vite, se tani është periudha që vinë, ju kanë ardhur? Sa ndryshime, jo, s'kanë ardhur. A si do ju vinë deri tonë, do ja sillim ujin po ujin nga qielli. Është shumë vend i mirë, shumë i bukur është si vend. Natyra nuk e di, është perfekt. Po rrugën fare s'bët. Rrugën pak e mirë mojnë vetë, kur ka kështë bjen bashkia Fadrumën e këta e pastrojnë, po shatë pojmë. Më falë, çfarë investim është bërë këtu? Shtesh për shtesh, asë gjë. E çuditshme. Do të thënë asgjë, se rrugët janë rrugë dheri, do të thënë një urë e kanë bën aty. Po ura për çfarë kanë punë? Po u bën për makina për gjana, fill ushem. Një vjetë e bën në agrimin, si vjetë ushem. Po të kalojmë na, për më rashi, me rast të hi, diçka me pas një cmur për shembull, s'ke. Me fri kalon nur. A ka qendër shëndetësore? A vjen mjek? Infermier? Shato një. Po nëse s'muresh këtu? Nëse s'muresh. O zot, sa më thamë, ju lutë zotit,
Deri dalim puk. Pa dela juaj atje për t'ju furnizuar gjithë ju familjet? Del do të na ka gjësur aty me prit, me mush shishet, me mush bidonat. Pra gjysmore të vish, gjysmore të presësh, gjysmore të shkosh? Po ju që janë keni të rezi? Po për valë si ja bëni, se unë për shembull këtu s'kam pik vale për të folë me njerëzit. Me po si halli problem, do të me dalë majet shpatit atje, majet kodrës, me dalë gjithkund, me një valë. Djerë se të njekim në valë, u kryja e punë, ose shak jenë me më ti me ba. Do me thënë ju nuk informojnë i hisë që bëhet ande me na. Si gja, jenë me thënë dërën tumë më krej. Së ke parë tjeti mua që kam bërë në Tiranë? Jo, s'kam një për momentin. O zoti madh, do me thënë nuk kam më keq, skandal, do me thënë këta njerëz së rinë në këtë gjendje, në këtë situatë, nuk e di. To është shumë veni mirë të bëhen me ikë me zërë, s'ke shaban. Ty çfarë të mban këtu? Mu mon, për shemë vetëm për sa është mami. Edhe s'mund me lënë vetëm. Nuk do të largohet për këtu? Jo, s'ka shef largohet aja, se po të kishë shef largohet aja, shënesër, iku. Do me thënë e detyruar të rish këtu? Po, vetëm për i mamit. A do martohesh këtu? Jo, për që zë shërtë martu. Jo, as këto, as në shumë veni së kur këto. Jo, pëse më martu këto ashtë. E të meshme. Jo, për zotin është për të ardhur keq, pavarësisht se ne e kalojmë pak me humor. A mund të shkoj, njerëzit janë të mira? Po, shumë të mirë, jo, jena fshati qetë, nuk kena probleme, sanës, nga trona. Shumë të mirë. Po vesh, për shembull dikur sall pak me një mume na shpërndash këtu na për shtëpia, një gjë të vogël, mos na sina të lypse, të thonë jetojmë me forcat tona. Po diçka, shkëtuj për shembull. Çfarë prodhohet më shumë këtu? Sha dur, gjithçka. Gjithçka prodhohet. Si quhet kabash hala? Kabash se fort mirë së diun se s'jam më. Sa të dëgjuar? Po është fisi parë. Po kisha e dytë është në Ballkan, është në Kabashe. Ka shumë gjana, ka shumë emën në Kabashe, po edhe ju kanë lënë kështu. Po na kanë lënë. Po ju raft pika inshallah. A mund të shkojmë në një familje tjetër të marrim në intervistë? Po. Mos na thonë gjë kështu që ç'a doni këtu? Jo, mund të na thonë ç'a doni, na i demi faleminderit. Në mirë pofshim. Sapo kam mbritur në Kabash. Pra, fshati i parë që un kam qëndruar në zonën e Pukës. Kjo është shkolla dhe me informacione që unë kam, më thonë që këtu janë vetëm 3 fëmijë. Pra e gjithë kjo shkollë, kur dikur ka pasur shumë fëmijë, ka pasur nxënës, sot kanë mbetur vetëm 3. Po shqyrëzohet që është dhe ajo sepse ata 3 fëmijë që të shkojnë në Pukë duhet të bëjnë 2 orë rrugë në kamp për shkak edhe të rrugës së shkatruar, sepse makina është shumë vështirë, këtu mbajnë vetëm benca 240. Në më thënë, ta di Gjermani se ku i sjellim ne bencat. Okej, ajo që më bën përshtypje dhe ankesat e këtyre banorëve është gjëja kryesore, uji i pishëm dhe qendra shëndetësore. Ne qendrën shëndetësore e kemi, të mira apo të keqe, aq, e pranojmë që e kemi, po infermierët ku i kemi? Sa është ora? 3. A e ke telefonin me vete? Ma jep pak telefonin. Një sekundë, se unë flas me fakte, nuk flas kot. Do me thënë, orari zyrtar është deri në orën 4 që duhet të qëndrojnë këtu sepse paguen me taksat të këtyre njerëzve, me taksat e mia për ata që unë kam atje, dhe duhet të jenë këtu infermieri ose mjeku i cili vjen një herë në muaj, por kur ka problemet e veta vjen edhe një herë në vit. Ora 3. Jam në lagja. Ku i bje lagja? Kjo është një justifikim që unë jam në lagje se ju siguroj që unë t'i bje gjithë lagjes vërdall nuk e gjej infermieren. Vetëm po të shkojmë Puka. Po edhe ju lutuni Zotit që mos sëmurin tani se s'ka nge infermierja 3 këtu të merret me ju. Pra kjo është situata në zonat të thella dhe unë jo pa qëllim shkoj në fshatra ku nuk është investuar. Nuk më intereson të shkoj në zona ku ka turizëm, sepse misioni im nuk është për të bërë, domethënë për të nxjerrë në pa të turizmin, atë lakrorin, atë flin apo gjëra të tjera që i bëjmë, se gjithë e dim që bëhen shumë të mira në Shqipëri. Por këto zona të cilat janë lënë jashtë çdo lloj vëmendje. Ata zotërinjt me kollare, me kostum, vinë një në 4 vjet. Nuk kanë kohë të vinë dhe unë i kuptoj. Unë jam njeriu që kuptoj gjithë, e kupton? Por më shumë kuptoj këta banor këtu, të cilët jetojnë në kushte ekstreme dhe kanë të drejtë që t'i kenë gjitha kushtet sepse paguajnë taksa. Plus që nuk thonë hajdeni na jepni ushqim,
sepse punojnë vetë, jam punëtor vetë dhe e thonë që tu prodhohet çdo gjë. Por që Shqipëri moj të kam sjellë, së kuptova asnjëherë. Ecim shohim, takojmë edhe në një banor tjetër edhe pse është e vështirë, por brockullis unë, i them unë gjërat, pa merak. I vetmi investim që është bërë në fshatin Kabash është kjo ura. Po me urën shpatën unë nuk e di, sepse këtu ka gjëra të tjera për të bërë investim, pra, e tham, ujë i pishëm, qendra shëndetësore, shkolla, nuk ka valë. Këtu, për ju që si u kthej përgjigjet, a dini që jam Kabash. Do kaloj tek lagja tjetër, do me thënë tek banesa tjetër për takuar ndonjë zonja, ndonjë zotëri, e duhet kaloj këtu. Po kjo ka pak kohë që është bërë, që është dert lek i madh, por është shembur atje tek pjesa në fund. Atje është shembur sepse këta do jenë shumë çëndoshë shembur, se s'ka faj ata që kanë bërë, sa ata e kanë bërë me cilësi, apo nuk është kështu. Tani ne do kalojmë atje, po na ndodhi gjë se mua edhe më ndjekin këto, por besoj që do ta kaloj me sukses. Më premtoj që ta japësh të video. Hajde ecim. Internet këtu? Si s'kam internet, Kena në shtëpi. Po uj? Shuj, me pi. Po. Ku e ke? E kam se tje shkoja mushje dhe bisjo. Po pra, po ti shkon e mbush, sa largë ke aty? 1 kilometër, sa i takon mu sjellë, se këto a shumë shkuj, po kam... Po pse se kanë bërë kështu? Vajnë. Po kanalizim ujë sjellë, si më të bëhet. Po fushatat për gjithë të bëjmë, po më të bëjmë me bë vetë me shpem. Për i zotit për shavash, për shtetin në... Shteti s'do t'ja di. Për këka. Si të ashtë tanë fushat. Si ka mundësi më nuk na duan hiç këta? Po s'na duan, po si të zotit, e ka se kur të mushën plasin gjithë. Hyp njerë, thujnë, majet pëmës, hyp, po... Kur bie? Djega, bomën t'ju. Kur se këshu kur hyp njerë. Betesh budalla? Budalla. Sa vite ke pa ujë të pishëm? Unë kam posë, a di sa vjetë kam se jam martushtu. Jam martu në 81-shin, si i thojnë 23-4 vjetë se jam martu. Nuk e pas ujë? Ja. Dhe prap thuar unë vdes për amën? O s'des për kërkan, vdes për pëmejtë e mije. Bravo. Bjeshe, me dek, rejete e vetën në shatë. Si është në ditën? Si është, kam punë, moj. Qa punë e bë? Kam dy. Kam qingja, kam leqingja, kam pula. Kam perime, pas të u shpi, shpi bëllë, se bele kam bo lamsh se po vje kjo me maly, se kam shushe. Kam thënë se kjo më ka u shpi në ndima, ku së në bërë. Ashtë e mirë, Alda? Dasha, drenë ashtë. Kam vojzë, kam bëllë vojzë, apo dash më të të mute. Shpe mirë, ta shumë. Janë rejtë më moj. Po vajta aty të qendra shëndetësore s'kishte infermier? Vjen infermiera më rrogën ashtë. Për të marrë rrogën e di, po të s'vjen kështu për ta bërë punë. Unë vjetë se isha smur, ka arëm ka bëshë pona, vjetë mëj po. A di se edhe infermiera, shdo një më vështërsi, ja lërë, 6 kilometra. Po me rrogën me zojnë. 15.000 lek merë makina për i qyteti shtu në dispozicion. Po mos i qaj halin infermiere sa lek paguan makinët se ja paguan shteti, po ti... Pas se ja paguan shteti, unë, që kjo... Po ti nëse së mure, sa lek do makina të shkosh deri në puk, mëj? 5 në dispozicion, unë kam shku edhe në kallë në puk. Po si pra qaj halin të endë, jo halin e infermieres? Po kërët e me të jallë. A janë kënë të shpia jo të jallë? Po, ishëm. Do m'japësh në një lek tani? Do m'japësh në një lek? Lek? Po. Po shegi? Po m'jep me që se të erda të pash. A erdhe ti më po më pru mu lek, se jam plak, je më të dhanë në lek ti.
Unë me të banë 20 kokravez. Si e ke emrin? Unë e kam emrin Vera Luka. O Vera, a mërzit e shtu ti kësh fare të mos e ashtu, mos ti heqësh gjitha këto, ti lësh i braktisësh? Jo sholla, Tiranin e braktisë këtë se braktisë. Po me rrugën si ja bën kur vjen, se është rrugë e keqe. Kur vjen makinë, që ku kam njerën se marë, më vjetë që unë në makinë, kam makinën në pukë për marë fshatë. Pas keni lek ju? Po lek me puni këna bërë. Po me punëmi se stash me atë gjën që ti se adje ngjyrën. Po se adi e kam tonë televizor, bëmë dhe adi shash zemë kam, shash pyrë kam. Kur i kapi njerëzit e jo marrin vjen gjëna. Kam me detë se jo mërën, se kishin bët dhe le. Pa ata që e pinë, si janë gjuna? A jep kush më zërt, ja? Mos të thotë se kush të jep kush më zërt. Mos më tremb. Po ti si kur si adi e ngjyrën, po thej që më vjen keq. Kur isha, unë herë loj me, nuk isha gjithë ditën, por një herë se Këte duhet të keq se është zonë e A thellë. dalim boshkë shikujmë. Je sigur që s'ka? Jam e sigurt. A mundesh me hecë, ti sa hecë, Po pa tjetër që e. Unë dhe vrapoj shumë. Edhe unë vrapoj. Vrapoj? Dhe në ngorësesh. Po më thej që ti së kisha qef se vrapoja. Ja, s'kisha. I mashe njerëzit me doshje, pa doshje. A i di qa njerëz ishin ata që kapja unë? Pyte se ta me ty në konë me jam manet. O, këta njerëz që ndisha unë, a i di që qa ishin? Po të ftune dhe se vjetë legionën atje. Kumi? Ftune ma legion, ftune. Ku më ftuan? Ku? S'ka gryë ma mirë në fshatit. Jo, s'më duket ashtu. Po, malet po. Banë që shtu sa gjitha bukur është. Po, buka ploka. Para se të largohem nga fshati Kabash, nuk mund të rria pa qëndruar edhe te kisha e Shpalit. Me informacione që unë kam, është një nga kishat më të vjetra në mos gabojmë në gjithë Ballkanin. Ajo që ne shohim është se ka mbetur në rrënoja. Janë bërë shumë premtime, të gjitha këto thuhen nga banorët, janë bërë shumë premtime për ta rregulluar, restauruar, sepse mbartë histori edhe vlera të kultit. Por nëse futesh brenda, shoh që freskët nuk ekzistojnë, pra i ka humbur shumë vlerat. Duhej bërë, thonë që do bëhet, por nuk e di. Kisha e Shpalit, që është një nga më të veçanta të zonës.